E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Natën e mbrëmshme u përjashtua Greta sepse përdori fjalën prostitut, një fjalë që realisht nuk duhet përdorur brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Por ditën e sotme kishte një dinamik të ngjajshme. Siç duket, Nicole është një pengesë për Edisën, për Rogertin, shumë pak për Mirin. Do të thoni pse? Tani Edisa, banorja nga Elbasani, që në ditën e parë kur hyri në shtëpinë e Big Brotherit, filloi që të merret me Mateon dhe me Brikenën. Filloi duke e sulmuar Brikenën për botokset, për intervenimet në fytyrë, do me thënë ka një ego shumë të theksuar Edisa. Filloi duke e denigruar personazhin e Mateos dhe e vuri në dyshim marrëdhënien e atyre të dyve, që sot ajo mund të thotë qartë që në momentin e parë kur unë hyra në shtëpinë e Big Brotherit, Mateo dhe Brikena filluan që të krijojnë një afrimitet dhe krijuan një afeksion mes njëri tjetrit. Okej. E pa që nuk mundet ta shkatron marrëdhënie, sepse unë jam shumë i bindur që Edisa ka hyrë me mision të qartë dhe misioni i Edisës ishte që të shkatëron marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos, do të thënë të jetë ai mesi dhe jo më kohë, do të thënë ishin veshjet provokative, provokimet kundër drejt meshkujve apo këto thumbat që i gjuante Edisa. E pa që Brikenën, do me thënë, nuk e sfidon dot, e pa që me Brikenën nuk merret dot, Edisa e vuri në dukje dhe e vuri në dispozicion Nicole. Dhe ditën e sotme, teksa po debatonin të dy vajzat, Edisa i tha që unë e di se dikush të ka sjell këtu, do me thënë, këto termet që do me thënë ti e një vajzë që merresh me meshkuj, që del me meshkuj, që ke në fokus meshkujt, do me thënë dëshiron ta bësh këtë jetën. Tani, të njëjtën gjë e thot dhe Rogerti, po e thot në konotacionin më ndryshe pak. I thot ti e një vajzë që futesh nëpër krevate, vdes të flesh me meshkuj, është e njëjta gjë siç i tha Greta, ju Elës, por ja tha direkt troç prostitut. Tani, pse produksioni e toleron Edisën, si quhet kjo vajza, që të merret me këtë gjën dhe do me thënë të ofendoj banorët në këtë pikë, apo është në interes të produksionit, sepse është aleate e kundërt dhe i duhet për ta bërë lojën e Mirit, lojën të Rogertit dhe për ta krijuar këtë grupin e Rogertit dhe këto ofendime i tolerojnë, ndërsa në anën tjetër, do me thënë, banorët e tjerë përjashtohen për një veprim të vogël. Do me thënë, u tolerua mbrëm Rogerti, sepse e preku gimbon, i ra në dorë, do me thënë, prekje pa fund që realisht Marko doli vetëm për kaq, dhe nuk u komentua kjo, dhe tolerohet edhe Edisa që të ofendon dhe të shpif dhe të ngjis fjalë tek një vajzë tjetër siç është Nicole, ndërsa, do me thënë, nuk tolerohen banorët e tjerë dhe përjashtohen, imagjinoni, Casey është përjashtuar vetëm se bëri shapkat kështu. Tani dua të marr mendimin tuaj. Si ju duket kjo ngjarje që grupi i Rogertit ka vënë në shënjestër Nicole?